A përfiton LDK-ja në rast se qëndron, po them, më neutrale tashmë dhe pajtohet edhe me zgjedhjen e presidentit dhe derisa pra të kaloj kjo situatë? Unë mendoj se LDK-ja nuk përfiton, po edhe nuk humb. Mbetet aty. Pra mbetet aty. Unë mendoj se mbetet aty edhe ky do të ishte efekti i qëndrimit sot, po ndryshe nëse nuk qëndron sot, domethënë nuk bashkëpunon me vetëvendosjen për zgjedhjen e presidentit, mund të ketë pasoja të reja, sepse nuk do të fshehur faktin që elektorati i LDK-s gjithmonë ka qenë kundër çfarëdo koalicioni me PDK-n, po ka qenë për koalicion me vetëvendosjen. Ka qenë pro. Elektorati i LDK-s gjithmonë ka qenë pro, për shkak se vetëvendosja pavarësisht. Po pse nuk e ka kuptuar këtë gjë LDK-ja? Po arsyeja është sepse me PDK-n ka pas probleme të mëdha gjithmonë, janë vrarë veprimtarët e LDK-s, dihet që janë vrarë nga strukturat kriminale të PDK-s e TAK-s, edhe asnjëherë nuk e ka dashur një koalicion me PDK-n. Dhe sa herë që LDK ka bërë koalicion me PDK-n, LDK-ja ka pas pasoja, pra në zgjedhje tjera ka pas pasoja. Edhe tash arsyeja është kjo, sepse vetëvendosja pavarësisht gjuhës papërshtatshme, gjuhës arrogante e tjera, megjithatë nuk ka vrarë veprimtarët e LDK-s. Pra, kjo gjuha arrogante është një çështje tjetër edhe vrasjet janë një çështje tjetër. Pra, LDK-ja e ka parë vetëvendosjen si mundësi që të ketë më shumë legje dhe rend në Kosovë, që të mos ketë krim, që të mos ketë korrupsion e tjera. Dhe tash kjo nuk ka ndodhur në asnjë palë zgjedhje, dhe pasojat për LDK-n po shihen. Pra, ne nuk po hym tash në analiza a kishte drejt elektorati LDK-s as kishte. Por a ka pasoja LDK-ja prej kësaj, gjithsesi ka. Ka pasoja shumë të rënda edhe një veprim jashtëm i mundshëm i bojkotimit ose i bllokimit nuk do të kaloj mirë për LDK-n. Pra LDK-ja është në një situatë që do të zgjedh të keqen më të vogël, se të mirë s'ka. Do të zgjedh pasojat më të vogla që krijohen për te, sepse gjërat mira tash për tash nuk ka pa një reorganizim, një restrukturim serioz të gjithë partisë, por do të zgjedh pasojat më të vogla, cilat janë më të mëdha, cilat më të vogla, ti zgjedh ato më të vogla se zgjidhje tjetër s'ka. Është e pamundur që në këtë situatë për një muaj, dy të ketë një ndryshim shumë të madh. Për Kosovën do të ishte mirë të zgjedhet presidenti, do të ishte shumë mirë, mos shkojmë një blokadë të re, nuk e përjashtoj edhe atë mundësinë që tha zoti Koci që të ketë ndryshim edhe në favor të partive të opozitës, atëherë do të krijojë një situatë ndoshta edhe e njëjtë me këtë që kemi kaluar deri tash, një blokadë e re që do të zgjas me muaj tërë, edhe do të na çojë përsëri edhe në zgjedhje të reja. Pra, gjithë skenarët janë të mundshëm, nuk përjashtohet asnjëri prej tyre, po unë mendoj që qytetarët e Kosovës janë të stërlodhur me këto blokadat, me këto mungesën e institucioneve tjera, dhe nuk përjashtohet mundësia që ta marrë një qëndrim ndoshta tjetër në favor të krijimit të institucioneve të Kosovës. Tash alternativa e vetëvendosjes është bloku i partive tjera, po është bloku i partive tjera me listën serbe. Dhe kjo është problemi i opozitës, se nuk mund të arrijë 61 vota pa listën serbe. Në cilin do skenar, në cilin do variant, që të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme të mundshme të themi në mars, atëherë opozita nuk mund ta krijojë qeverinë pa listën serbe, dhe lista serbe i penalizon ata. I penalizon siç i ka penalizuar edhe këtë herën e kaluar. Me qëndrimet që kanë me qëndrimet, po. Një mendim të fundit, Koci, sepse jemi krejt në fund. Rreth kësaj, nëse LDK-ja duhet të qëndroj e quajtëm pa bërë asgjë, pra të qëndroj ndoshta pak më heshtur. Mendoni, jeni duke folur tani për... Në çështjen e presidentit, po. Unë mendoj që LDK-ja, pozicioni më i mirë i LDK-s, po edhe i partive tjera, jo vetëm LDK-s, edhe i vetëvendosjes, edhe i AK-s, edhe i PDK-s, do të ishte nëse do të ulen dhe do të merren vesh për një kandidat të konsensual. Unë mendoj se të tillë ose të tilla në Kosovë ka shumë. Pra, jo i vetëvendosjes, jo i PDK-s, jo i LDK-s, jo i AK-s, po kandidat të konsensual
jo vetëm që do të nxjerrte Kosovën nga kriza, do të siguronte qeverisje shumë stabile, 4 vjeçare ai veprim, sepse do të shtonte besimin e forcave politike, do të ishte marrëveshja e parë pas një periudhe shumë të gjatë të mosbesimit. Dhe e treta do të afronte neve në Kosovës në periudhën e ardhshme i duhet unitet më i madh, sepse do të përballemi, e kam fjalën përballje me faktorin ndërkombëtar. Asnjë fazë të rëndësishme Kosova nuk në përballje me faktorët ndërkombëtar dhe me Serbinë nuk e ka përballuar me sukses nëse nuk ka pasur unitet. Ka pasur ekip uniteti në Rambuje, ka pasur në bisedimet e Vjenës, do të duhet edhe tani, nëse jo ekip uniteti, atëherë s'pa ku klasë politike e cila arrin minimumin e konsenzusit për çështjet vitale të